E vërteta e hidhur pas ushqimeve të shëndetshme. Në vitet e fundit, fjala ushqim i shëndetshëm është kthyer në një slogan marketingu. Raftet e supermarketeve janë të mbushura me produkte që premtojnë energji, dobësim, zemër të fortë dhe sheqer të ulët në gjak. Por ajo që shumë njerëz nuk e dinë, është se një pjesë e madhe e këtyre ushqimeve, pavarësisht pamjes të pafajshme, mund të jenë po aq të dëmshme sa vetë sheqeri i bardhë. Problemi nuk qëndron vetëm te sheqeri që shohim qartë, por te sheqeri i fshehur, karbohidratet e rafinuara, indeksi glicemik i lartë dhe mënyra si këto ushqime ndikojnë në trup, veçanërisht tek personat mbi 40 vjeç, diabetik, ata me tension të lartë, njerëzit që duan të humbin peshë, ata që mendojnë se po ushqehen shëndetshëm, por nuk shohin rezultate. Në këtë seri artikuj do të zbulojmë 7 ushqime të shëndetshme që në realitet rrisin sheqerin në gjak, nxisin shtimin në peshë, lodhin pankreasin, rrisin rrezikun për diabet dhe sëmundje zemre. Në pjesën 1 do të ndalemi tek 2 ushqimet e para, që konsumohen çdo ditë nga miliona njerëz pas një dyshim. 1. Lëngjet e frutave, mashtrimi më i madh natyral. Shumë njerëz besojnë se lëngu i frutave është zgjedhja më e shëndetshme e mundshme. Etiketat thonë 100% natyral, pa sheqer të shtuar, i pasur me vitamina, por realiteti është krejt ndryshe. Çfarë ndodh kur shtrydhim frutin? Kur hahet një frut i plot, përmban fibra. Sheqeri përthithet ngadalë. Trupi ka kohë ta përpunojë. Kur fruti shtrydhet, fibrat zhduken pothuajse krejt. Sheqeri futet menjëherë në gjak. Pankreasi detyrohet të prodhojë shumë insulin. Një gotë lëng portokalli mund të përmbajë sheqer sa 3-4 portokaj, por pa fibrat mbrojtëse. Efekti në trup është pothuajse i njëjtë me një pije të gazuar. Pse është po aq i dëmshëm sa sheqeri? Rrit shpejt sheqerin në gjak. Shkakton uri pas pak kohe. Nxit depozitimin e dhiamit në bark. Dëmton mëlçin në konsum afatgjat. Sidomos për personat mbi 50 vjeç. Lëngjet e frutave mund të jenë një nga armiqt më të mëdhenj të shëndetit, edhe pse duken të pastra. E vërteta e hidhur. Një frut i ngrënë është shëndet. Një frut i pirë është sheqer. 2 dritherat integrale të mëngjesit, sheqer i maskuar për fëmijë dhe të rritur. Shumë njerëz e nisin ditën me drithera integrale, cornflake, muesli, flakës me mjalt. Reklamat i tregojnë si zgjidhjen ideale për energji dhe shëndet, por pak kush lexon etiketën e vërtet. Çfarë fshihet brenda tyre? Shumica e dritherave të mëngjesit përmbajnë miell të rafinuar, sheqer të shtuar, shurup misri, aromatizues artificial. Edhe ato që quhen integrale shpesh përmbajnë vetëm 10-20 i drithera të plota. Kanë indeks glicemik shumë të lartë. Çfarë ndodh pasi konsumoni? Brenda 30-60 minutave, sheqeri në gjak rritet ndjeshëm. Ndjeni energji të rreme. Pason lodhje dhe uri e fortë. Ky cikël i përditshëm dëmton metabolizmin. Nxit varësinë nga sheqeri. Çon në shtim peshe pa u kuptuar. Fakt tronditës. Një tas me drithera mëngjesi mund të ketë më shumë sheqer se një donut. Pse janë veçanërisht të rrezikshme për moshat 40? Me kalimin e moshës, trupi përpunon më ngadalë sheqerin. Ndjeshmëria ndaj insulinës bie. Rreziku për diabet rritet. Ajo që në moshë të re kalonte pa u ndjer, pas të 40-ave fillon të lërë pasoja serioze. Pse këto ushqime janë më të rrezikshme se sa duket? Sepse ato konsumohen çdo ditë. Duken të padëmshme. Nuk shkaktojnë alarm të menjëhershëm. Krijojnë dëme afatgjata, të heshtura. Sheqeri i bardhë dihet që është i keq, por sheqeri i maskuar si shëndet është shumë më i rrezikshëm. Ushqimet dietike që po ju shkatërrojnë shëndetin pa e kuptuar. Në pjesën e parë zbuluam se si lëngjet e frutave dhe dritherat e mëngjesit, edhe pse duken të shëndetshme, sillen në trup njësoj si sheqeri i bardhë. Por lista nuk mbaron aty. Në këtë pjesë do të flasim për ushqime që rekomandohen shpesh nga mjek të vjetër. Konsumohen çdo ditë nga persona që duan të dobësohen. Konsiderohen të sigurta për diabetikët. Në realitet, këto ushqime dëmtojnë metabolizmin, rrisin sheqerin në gjak dhe ngadalë shkatërrojnë shëndetin pas moshës 40 vjeç. 3. Kosi dietik dhe jogurti me fruta, kur probiotikët kthehen në armik.
Kosi konsiderohet një nga ushqimet më të shëndetshme. Ndihmon tretjen. Forcon KC. Përmban probiotik. Por problemi fillon kur flasim për kos dietik. Jogurt me fruta. Kos 0 i yndyr. Çfarë nuk ju thon etiketat? Kur yndyra hiqet nga kosi, shija humbet. Prodhuesit shtojnë sheqer ose ëmbëlsues artificial. Shtohen aroma dhe trashës artificial. Një gotë kos me fruta mund të përmbaj 15-25 gram sheqer. Po aq sa një ëmbëlsirë e vogël. Trupi nuk e dallon nëse sheqeri vjen nga kos apo nga kola. Pse është veçanërisht i rrezikshëm për moshat 40? Pas moshës 40, metabolizmi ngadalsohet. Muskujt humbin mas. Trupi djeg më pak kalori. Sheqeri i fshehur në kos shndërrohet shpejt në dhjam. Grumbullohet në bark. Rrit rezistencën ndaj insulinës. Ironia e madhe. Shumë njerëz shtojnë peshë duke ngrënë kos dietik. Zgjedhja më e mirë. Kos i thjesht, pa sheqer, me yndyrë natyrale. Yndyra nuk është armiku, sheqeri është. 4 buka integrale, mashtrimi më i vjetër ushqimor. Ha bukë integrale, është më e shëndetshme. Këtë këshill e kemi dëgjuar të gjithë, por realiteti është ronditës. Çfarë është në të vërtet buka integrale? Në shumicën e rasteve, miell i bardhë i rafinuar, ngjyrues kafe, pak fibra të shtuara artificialisht. Vetëm sepse buka është ngjyrë kafe, nuk do të thotë se është integrale. Çfarë efekti ka në sheqerin e gjakut? Rrit glicemin shumë shpejt. Shkakton uri pas 1-2 orësh. Detyron pankreasin të punojë më fort. Në disa raste, buka integrale rrit sheqerin më shpejt se buka e bardhë. Pse është problem serioz për diabetikët? Shumë diabetik mendojnë, po ha bukë integrale, jam i sigurt. Në fakt, sheqeri në gjak rritet fshehurazi. Dëmet ndodhin pas simptoma. Pas disa vitesh shfaqen komplikacione. E vërteta, për trupin buka është sheqer i ngadalshëm, por prap sheqer. 5. Produktet pa yndyr. Kur yndyra hiqet, sheqeri dyfishohet. Në vitet e fundit, fjala low fat u bë sinonim i shëndetit, por ky ishte një nga gabimet më të mëdha ushqimore të shekullit. Çfarë ndodh kur yndyra hiqet? Ushqimi humbet shije. Trupi nuk ngopet. Prodhuesit shtojnë niseshte, shurup misri. Rezultati: më shumë sheqer, më pak ngopje. Pse yndyra është e rëndësishme? Yndyra ngadalson përthithjen e sheqerit. Mban sheqerin në gjak të qëndrueshëm. Ju mban të ngopur më gjatë. Kur e hiqni, hani më shumë. Ndjeni uri të shpejt. Rritet rreziku për diabet. Paradoksi modern. Ushqimet pa yndyr po na shëndoshin më shumë se ushqimet natyrale. Pse këto ushqime janë po aq të dëmshme sa sheqeri? Sepse ato shndërrohen shpejt në glukozë, mbingarkojnë pankreasin, krijojnë varësi ushqimore, dëmtojnë metabolizmin në heshtje. Sheqeri i bardhë është i dukshëm. Këto ushqime janë sheqer i maskuar si shëndet. Në këtë pjesë do të flasim për 3 ushqimet e fundit dhe do të japim udhëzime të qarta si t'i zëvendësoni në dietën tuaj. 6. Frutat e thata natyrale, por të rrezikshme. Shumë njerëz i konsiderojnë frutat e thata një zgjedhje perfekte. Thjesht sheqer natyral, fibra dhe vitamina, por problemi qëndron te koncentrimi i sheqerit. Shembull konkret: 100 gram rrushë të thatë përmbajnë rreth 60 gram sheqer, pothuajse sa një shishe e vogël lëngu frutash. Konsumimi i tyre në mënyrë të rregullt ngarkon pankreasin dhe rrit nivelin e sheqerit në gjak. Pse janë veçanërisht të rrezikshme pas 40 vjetësh? Metabolizmi ngadalsohet. Yndyra grumbullohet më lehtë në zonën e barkut. Rritet rreziku për diabet dhe probleme të zemrës. Këshilla: konsumoni vetëm disa kokra frutash të thata, jo më shumë se një grusht, dhe gjithmonë së bashku me ara ose gjalp bajamesh për të ngadalsuar përthithjen e sheqerit. 7. Baret energjike dhe proteinike, sheqer i fshehur. Shumë njerëz mbi 40 vjeç mendojnë se baret energjike janë perfekte për dorë ose zëvendësim vakti, por shumica e tyre janë më shumë ëmbëlsira se sa ushqim real. Çfarë fshihet brenda? Shurup misri, gluko, sheqer të shtuar, aromatizues artificial. Një bar energjik mund të përmbajë 20-30 gram sheqer,
po aq sa një çokoladë mesatare. Efekti në trup. Rrit shpejt sheqerin në gjak. Pas pak orësh shkakton uri të madhe. Ngarkon mëlçin dhe pankreasin. Këshilla, në vend të barit energjik konsumoni ara të pjekura, kokra të plota, një copë frut të freskët. Këto alternative mbajnë energjinë stabile pa sheqer të fshehur. Mjalti dhe agave, sheqer natyral që mashtron trupin. Shumë dieta moderne promovojnë mjaltin dhe agaven si sheqer natyral dhe më të shëndetshëm se sheqeri i bardhë. Por realiteti, rrisin sheqerin në gjak pothuajse njësoj si sheqeri i rafinuar. Mund të shkaktojnë varësi sheqeri. Në konsum të shpesht, rrezikojnë mëlçin dhe pankreasin. Këshilla, përdorni vetëm pak mjalt për shije, jo për sasi kalorike. Shmangni si zëvendësim të ëmbëlsirave apo pijeve të gazuara. Si t'i zëvendësoni ushqimet të rrezikshme. Pas 40 vjeç, trupi ka nevojë për ushqime që ngopin, përmbajnë fibra dhe yndyrna të shëndetshme, dhe që nuk e rrisin sheqerin në gjak. Zgjidhjet më të mira. Frutat e freskëta me lëkurë kur është e mundur. Perimet e pasura me fibra brokoli, spinaçi, kungulli. Dritherat e plota të papërpunuara, jo me sheqer shtesë. Arat dhe farat bajame, lajthi, far kungulli. Proteinat e pastra peshk, vezë, pul. Kos natyral dhe gjalp kikiriku të pa ëmbëlsuar. Ujë dhe çaj jeshil për të zëvendësuar lëngjet me sheqer. Rregulli kryesor. Lexoni gjithmonë etiketën dhe mos u mashtroni nga fjalët integrale, dietik, pa yndyrë ose natyral. Përmbledhje finale. Në këtë seri artikuj zbuluam 7 ushqime që duken të shëndetshme, por në fakt janë po aq të dëmshme sa sheqeri. Lëngjet e frutave. Drithërat e mëngjesit. Kosi dhe jogurti me fruta. Buka integrale. Produktet pa yndyrë. Frutat e thata. Baret energjike dhe mjaltin. Mësimi kryesor. Mos e matni shëndetin sipas pamjes apo marketingut. Ushqimet që ngadalsojnë metabolizmin, rrisin sheqerin dhe shkaktojnë varësi, janë armiku i vërtet, jo sheqeri i bardhë i dukshëm.